Më 9 maj mbushen një vit nga ngjarjet e lagjes së trimave në Kumanov, ku vran disa pjesëtar të grupit të armatosur nga Kosova dhe u dëmtuan 10 shtëpi të shqiptarëve. Me këtë rast, ish deputeti dhe veprimtari Hysni Shaqiri ju ka bërë thirrje shqiptarëve që sa më masovikisht të marrin pjesë në protestat e 9 majit, të thirrura nga Këshilli Opozitar. Ai ka thënë se partitë opozitare nuk duhet të kalkulojnë as pak dhe duhet të mbështesin këtë protestë. Është dhe duhet vazhdojë edhe me 9 maj që do të ketë protest, duhet të mbështesin gjithë qytetarët, gjithë subjektet politike, pa marrë parasysh kush si e vlerëson, se nuk kemi kohë na për kalkulime dhe për bërë taktizime, se populli ka ardhur është mbështet për mundi. Ja kemi për borxh gjeneratave arshme të reja që të bëjnë diçka dhe të tregojnë se Maqedonia nuk është vetëm në Maqedoni, Maqedonia nuk është vetëm në shërbim të një populli, po është në shërbim të gjithë qytetarëve. Edhe për me pastru këtë dilemë, për me nxjerrë shesh këtë situatë që është që janë të lloj lojna të frishta, ne duhet të jemi të pranishëm në Shkup, se Shkupi janë krye qendra e krejtëve, dhe të ngrisim zërin, vetë të organizohemi. Përvjetori i ngjarjes në Kumanov, që parkon edhe me ditën e Europës, do të jetë i nxehtë këtë vit në Maqedoni. Këshilli Opozitar ka paralajmëruar marshin protestues që do të shënojë këto 2 ngjarje, i cili do të fillojë në ora 17:30 nga Parku i Çajirit dhe do të vazhdojë deri tek ndërtesa e qeverisë së Maqedonisë.